ti e shku me pa se e ka thy kamën, edhe e ke vetë qyshje, thot mirë, alhamdulillah, kesh edhe në kontrol, mirë jam. 1 minut ma vonë, ja nis kollitet fix 2 minuta nuk nalet heq, e ja bindo uj, e i nalet. Kur ti nalet, ti prej mirësjelljes tane i thu, atë paskaroke dhe gripja, të keftofa, edhe që thët, o jo, së është as një ana, e di ju në që kam. Qa ki, o jo me të mshelë që një avdet e dohani u myti. Goshta, dohani u myti. E di që po të me këta musliman, këpin dohan 10 vjetë, punon, nuk e rukë kërqa se është të punu, është jashtë. E ka thy kamën, kama s'ka të baj me më shkrit kërqa, e o me të mrana. Këtash, po hëstët me afru një 3 paqeta, kë nuk pin, kë një 3-4 e pin ditet. Po tash, kër o mshel mrana, se s'ma në dalë për i kamës, këtë tash veç afroj një 3 paqeta dhe lëshaja Netflixin. Këtë fshindash. Nashta s'kara me përjetu, po ti pedin që qështu është. Sa su nësë kom përjetu kështu, po këtë pedim që qështu është. Me këta po të më tanë, haramet, gjinahet, pun të këqia, janë prej shetanit, e këto të arruin ditën. Të arruin ditën. Nuk të banë kërgja, nuk të banë kërgja. Kë pin alkohol, kanë herë, pin alkohol. Një natë, e ka i dhnuaj atje, a i shoki. Edhe ki ka gra, edhe shku të shpia. Edhe ka prish komplet familjen. A dhe që edhe vjetë pin alkohol kë, një natë. Të më thënë, pun të këshia musliman, ty doke që zbojnë kërgja, po të vjene e dita e momenti kur ti ashtu kështu, pak dohet. E ki posa shpesh në bjën dujaja në pragë kënër. Ty pak është të dashtë. E qatë pak të ashton shejtani, ta në gjithë ka pakën edhe qumë për dhak. E patë puna jote ma. E para kjo, musliman, rruje se pun të këshia shkojnë një ditë. Korsasin. E para. E dyta, pun të këshia, musliman, nuk shkojnë kur vetën. E këni popë dhe thujnë, dohani me mjallë nuk shkojnë. Mas pak, ti me Red Bull. Po thamë që kjo është haram, ose kjo është halal, ose nuk po mirë në ma ta, veç po thamë që dohani me mjallë nuk shkanë. Se po jam e shambull me dohanë se jo që diçka, po veç po mbinë që ashtu shambullet. Do më në ti e ke bani haram, je shku pramë ke bani haram, ke pi alkohol. Kur t'ka vetë baba, ku e kanë, tu të doja kesh. Edhe i shku në ati djali dojës tu i në kom bashkë. Do më thanë, gjinaj, mas bakti me ranë, aj vetë nuk shkanë. Një ranë, një $1. Plus asan aty kur dalsh me bo haram të jakujta që po rënë që ashtu veç, ja përgoja ndikon. Ja flet dikon për dikon keq, ja rran diçka për dikon, ja harxhon parën haram. Do më këtë këtu shkojnë bashkë edhe shkojnë të ushqyn janë atjetër të sasën e nalma, veç kur të pajsh vetën shkove, sharroven harame që së ndel më për tyne. Dani edhe të 10 vjetë e shtynë kështu, se ti je fort, i ri, 17 vjetë si vrejnë, mas 10 vjetë martohesh, vlad, të lashet, tani janë isme i vrejt ato, që dohanit, a pas ka sa atu më shkrinit është dhe s'po më shmu që më shkum pun heq, voni vrejnë dhe ato, të u ka shku me lëqia, të u ke pi alkohol të se ka vrejt heq, a u kore ke po, e ka pas ma, ta ka përzi naftin me ule, e din pople që ka i bjerë me ta përzi naftin me ule, e kur ta përzi naftin me ule, tani e pat puna jote, tani me janë rukrit e madoret, mëjsh me janë rukrit, po kam që me folë, që shto që me marrë vesh njerëzit. Unë se kur t'ja përzi naftin me ule, është vonë. Na jem popull që në arrit me traktore, me motorat vjetra, di mije që ka i vjen kjo. E lusëm Allahun azu që në arvujtë me në një mujgjët më, kështë që kujdesë, musliman. E para, gjinahet i shtyën zisa, po dikur t'a gjajnë momentin, edhe qesin shpinë. E para, e dyta, gjinahet, haramet, pun të këqia, nuk do më thonë që është haram, veç është e keqe, nuk shkon vetën, e do një shoqërim me një haram tjetër. Që kujdes.